Gazetari Blendi Fevziu ka shkruar për një nga peshëngritësit më me zë në Shqipëri, Aleksandr Kondo, që gjatë komunizmit u arratis fillimisht në Jugosllavi dhe më vonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fevziu thotë se arratisja e sportistit shqiptar në vitin 1985 e kishte tronditur regjimin komunist. 2 vjet më vonë, Kondo vdiq nga një aksident në New York, të cilin gazetari e përshkruan si misterioz. Vdekja e tij ka mbetur mister dhe shtypi gjithnjë ka aluduar se pasaj qëndron dora e shërbimit sekret komunist, ka shkruar Fevziu. Në vijim postimi i tij plot. Isha në gjimnaz kur Aleksandr Kondo, një nga 3 peshëngritësit më të zëshëm shqiptar, kërkoi strehim politik në Jugosllavi. Arratisja e tij ishte e bujshme sepse ai ishte ndër sportistët më të njohur në vend dhe shumë i ndjekur nga të rinjt, qëllonte shpesh të shkoja në palestrën e stadiumit bashkë me shokët për ta parë kur stërvitej. Kishte një trup perfekt dhe shumë vetë përpiqeshin t'i ngjanin atij. Ikja e Kondos në fillim në Jugosllavi dhe më pas në New York të SBA-ve tronditi regjimi komunist. Për fat të keq, Kondo nuk e vazhdoi karrierën e tij sportive. 2 vjet më pas, më 1 maj 1987, ai humbi jetën në një aksident automobilistik në Queens. Vdekja e tij ka mbetur mister dhe shtypi gjithnjë ka aluduar se pasaj qëndron dora e shërbimit sekret komunist. Eshtrat e tij u rikthyen në Shqipëri në fillim të viteve 2000 me këmbguljen e miqve të tij dhe familjes.